Përshëndetje, zonjë. Kemi pasur një takim me doktor Pollatin, pacienti është Merxhan Atesh. Mirë se erdhët. Do t'ju kërkoj të prisni disa minuta. Uleni ju luta. Plotësoni këtë formular. Ne gjithashtu ngarkojmë për konsultimin paraprakisht. Do të paguaj me para në dorë, motër, në kesh. 5.500 lira. Po sikur të paguonin 500, më pak kam vetëm 5.000. Ne nuk kemi mësuar veçanërisht në këto raste. Askush nuk na e kishte ofruar këtë gjë më parë. Tani ju kanë kërkuar këtë motër. A nuk e sheh, vajza është në karike me rrota. Do t'ju sjell unë 500 më vonë. Në rregull, unë do të marr atë që keni ju. Ne kemi vetëm një kafene. Ne nuk faturojmë atë shumë. Na vjen keq. Kuptoj. Urdhëroni, të mos prit, doktori. Karaja është këtu? Ju jeni miq me Karan? Tani është e qartë. Pikërisht, as është këtu? Jo, ai shkoi në një dasëm, ashtu tha. Po ora do të kthehet sot. Nuk e di, por doktor Feza do të kujdeset për miqtë e vëllait të tij, mos u shqetëso. Vëllajta? Doktori është vëllai i tij? Doktor Feza, pacienti i radhës ka mbërritur. Leri të hynë. Urdhëroni. Mirë se erdhët. Doktor Eza Pollat. Ali Atesh. Nuk të dhash veshkën ty. Baba yt ma vodhi. E di. Por mendo për këtë. Po të mos më kishe dhënë veshkën tënde, ndoshta do të kisha vdekur deri tani. Për tani të dy jemi të gjallë. Ndoshta mund të bëjmë edhe vëllezër. Nuk më pëlqen e vëllezërit. Pse? Unë isha një valla i rrugës. Ata më shitën mua tek ju. Unë nuk do të të radhtoj. A do ta shiste vëllai i tij një vëlla me veshk? Ai nuk do ta shes. Aha, largo shpejt. Fshev. Çfarë bën dot në murin e pasëm? Vrapo. Largo, hajde, po vin tani. Nuk do të iki dini sa të kontrolloj nëse Kara është këtu. Më pas ne do të kthehemi. Zipkin e ja hidhë shpejt, tani do të na kapin. Zipkin, eja shpejt. Njerëzit po vin. Ata po vin, vrapo. Kapini ato! Ali! Merxhan! Eja këtu! Merxhan! Eja! Ali, kujdesu për gjylajshen. Më lër. Ali, më lër. Ali! Më lër. Zipkin, merre sabitin dhe ik. Shpejt, lere vajzën të shkoj. Ali, kujdesu për gjylajshen. Më lër. Sille këtë vajzë këtu.
lërë këtu. Më lërë. Kapini të gjithë! Kapini po jo them! Më lërë. Kapini! Më lërë. Dhe ju kush jeni? Mergjan Atesh. Gëzohem që ju njoha. Ullu, ju lutem. Ulluni. Ullu, ju lutem. Ulluni. Mirë? Mund t'ju ndihmoj me ndonjë gjë? Unë kisha një operacion të palcës kuriozore dhe ata më rekomanduan fizioterapi që të mund të ecja përsëri unë. Prandaj erdhëm ne. Më vjen keq, kjo mund të jetë e rëndësishme. A mund të hap? Sigurisht. Sare. Urdhëro, Sare. Mercan, Zonja Mercan. Mercan, Gülayşe pati një aksident. Kujdes. Më shpejt. Ngadal. Në rregull, keni kujdes. Në rregull, ngadal. Ngadal. Ngadal është e traumatizuar. Larg, Hapen e rrugën. Larg, është e thellë. Kujdes. Kujdes, ngadal. Ali? benzina mbaroj. Para s'kemi më. Se do të shkojmë në spital? Sabit, zbrit. Zonja Lara, kjo nuk është e mundur. Ju mund të keni një tronditje, duhet të të çojmë në shtrat. As që mund të çepim siç duhet. Nuk mundet. Unë nuk do të largohem nga këtu. Ai më ndjen mua, e di? Ai e di që unë po e pres këtu.
Vëlla, Vëlla? Çfarë ndodhi, si është ai? ne i hoqëm plumbin dhe tani bën një transfusion. Ai ka humbur shumë gjak, por do të bëhet mirë. Allahu ju bekoft luani. Baba im si është? Ai është në gjendje kome. Do të jetë mirë të përgatitemi për çdo përfundim. Qoftë e kaluar. Po hala? Nuk mund të them asgjë tani. Gjendja është kritike. Qoftë e kaluar. Zonja Lara, të shkojmë në dhomën tuaj, të lutem, si thua? Nuk dua. Shiko, trauma e trurit është një gjë shumë serioze. Më besoni mua. Nuk do të iki. Nuk do të iki. Nuk dua. Atëherë më lejoni të rinovoj serumin tuaj. O Zoti im, të lutem, ndihmo, të lutem. Lara? Vajz? Mashallah. Ti je pikërisht kopje e nanës tënde. Më vjen keq. U habita, mendova se e pash Baharin. Unë jam njeriu më i ngushtë i babait tënd, Hafiz Jakupoglu. Çfarë kush? Shoku më i ngushtë. Kështu e quajmë në adeun ton, si një vëlla gjaku, pikërisht. Më vjen mirë që ju njoha, zotri Hafiz. Çfarë është kjo zoti Hafiz? Baba yt më quajti Jakupoglu, ose Haxhi. Edhe ti mund të më quash Xhaxha Haxhi. A ke ardhur të vizitosh babain, Xhaxha Haxhi? Babai është në koma. Mjekët më thanë mua që të jemi të përgatitur për çdo gjë. E di, vajs, e di. Por do të ishte e përshtatshme që ne të bënim një bisedë me ju. Për çfarë të flasim? Shiko, baba yt tani drejton kompani këtu. Dhe unë drejtoj një fabrik në Kytaja. Fabrika e porcelanit e Jakupoglu pra. Dikur unë kam qenë punëtor. Pastaj baba yt më dorëzoi çështjet administrative në Kytaja. Do me thënë, nëse baba yt vdes si fabrika në Kytaja, ashtu edhe pronat e kompanisë në Stamboll do t'ju mbeten juve. Tani, ti dhe unë do të flasim për këtë çështje tani. Baba im ende nuk ka vdekur. Ne do të flasim për pronë tani? Po, ai nuk ka vdekur, por ai është në koma. Mjekët thonë se nuk ka shpresë. Askush nuk mund ta di atë përveç Zotit. A thashë të kush tjetër din përveç Zotit? He? Sigurisht që nuk e din. Por unë edhe ti do të diskutojmë për një problem toksor. Shkoni bisedoni me të tjerët për çështjet tuaja të kësaj bote. Xhaxha Haxhi. Ndërsa unë tani do t'jem këtu duke u lutur Zotit. Tani shiko. Një person e pyeti profetin ton, paqja e qoftë mbi të. A duhet i besoj devesime pasi ta lidh apo para? Pejgamberi alayhis salam tha, fillimisht lidhni, pastaj keni besim. Pra, le të lidhim deven në një kujnë të fortë. Pastaj lutemi dhe besojmë te Zoti. Ë? Nëse deveja ikën, do të qash shumë. Kjo Nazmia e kapi deve nga bishti kohë më parë. Nazmia? Po, Nazmia! Më shiko, nëse Nazmia nuk ka marrë tashmë masa për të qëndruar në kompani, mua të më shkelin devet. Po naj nëse nuk nxitojmë... Zoti më ndihmo. Lara! Doktor! Doktor! Infermiere! Vajza jon Lara! Lara jon, infermiere! Doktor! Ne Infermier! të por ajo kishte një Bravo, traumë në bravo, trupin bravo, jashtë, bravo. Xhaxha, lutem.
që ju mallkoft. Ju mallkoft. Ato të martohe me një djalë që nuk e njoh, vetëm sepse ti hodhe një fëmijë në plera. Djali ka një video ku unë e hedh larën në plehra. Nëse nuk martohesh me të, do të më dorëzoj mua në polici. Nëse hesh dhe më dëgjon mua... Ti mua më dëgjo, ti. Nuk do të martohem unë me këtë njeri. Unë do të shkoj do të martoj me Zipkinin. Nuk mund të shkosh me Zipkinin. I kam vënë një kurth. Ata e kërkojnë atë me dyshim se ka vrarë babain tënd. Çfarë? Ai është arratisur. Ai nuk mund të martohet me ty. Ashtu. Kjo është ajo që ndodh me ata që sillen keq me mua. Po a shkatroj jetën. Mos e bëj. Jemi dakord? Tani. Vendosja të nas, vish këpucët, po dalim. Nuk e di se si, por ndodhi një aksident. Si Xhaxhai, ashtu dhe halla janë të lënduar rënd. Çfarë ndodhi? O, Zoti plot fuqishëm, ata janë gjallë. Falë Zotit, sigurisht. Falë Zotit, ata janë gjallë. Po ti kush je? Aha. Ashtu, ti nuk di asgjë për të? Xhaxhai sa i dashur? Në të njëjtën kohë hajduti fëmijëve të cilët nëna jote ja shiti gylajshëm. Kjo s'është e gjitha. Ai është gjithashtu babai i komisarit barbar. Let më qëlloj dikush. Let më qëlloj dikush. Të jesh ka që pavedishme për atë se çfarë ndodh në botë është fajyt. Marrëzia është një zgjidhje, zemër. Të paktën të shkojmë në spital së pari. Kemi gjëra më të rëndësishme për të bërë bi. Zbrit. A erdhën ata? Erdhën, ju presin në sallën e takimeve. Çfarë ndodhi përsëri? Pse më solli pa miri? Ne kemi nevojë për ty. Pse keni nevojë për mua? Do të flasim me kryetarin e bordit. Nazmia do t'ju tregoj. Mirë? Zotërinj, e jani. Eja tani hyni brenda. Kërkoj falje që ju kam mbledhur juve këtu në këtë orë. Ju lutem kaloni, ju lutem. Urdhëroni. Zotëria Nizam Eyupolu dhe motra e tij Haxher Eyupolu kanë pësuar një aksident. Për fat të keq, shoferi jon humbi jetën në këtë aksident. Gjendja e zonjës Haxher Eyupolu është kritike, kurse zotriu është në koma. Për fat të keq, mjekët nuk ofrojnë asnjë shpresë.
Zotërinj, më dëgjoni ju lutem. Unë jam Kara Pollat, dhëndri familjes Ejuboglu. E ndaj thellësisht dhimbjen tuaj, ne ju kemi mbledhur këtu për të marrë një vendim urgjent. Zotri avokat. Siç e dini, kryetari i bordit drejtues të kompanisë Ejuboglu ishte Nizam Ejuboglu. Për shkak se ai tani është në koma dhe nuk mund të menaxhojë kompaninë dhe pasuritë e tij, nesër në mëngjes do të shkojmë në gjykatë. Kërkojmë urgjentisht që të caktohet një kujdestar për zotrin Nizamin, një kujdestar i caktuar nga gjykata që do të administrojë biznesin. Logjike. Në fakt, kjo është pikërisht ajo që duhet të bëni. Mirë po, kush do të jetë kujdestari? A zonja Nazmie? Sigurisht, unë nesër do të filloj të punoj në kompani, madje që nesër në mëngjes, për të mbrojtur atë që më besoi familja ime. Por, si që dini, unë isha një shtëpiake dhe nuk di si të drejtoj një kompani. Tani për tani. Dhe vajza ime nuk e din? Prandaj, në vend të Nizam Ejupollut, emëroj në detyrë dhëndrin tim të ardhshëm, Kara Pollat. Zonjë, mund të hyj brenda? Zonja Lara ka një dëmtim në tru, nuk mund të hyni brenda. Por duhet të flas me të. Kjo është çështje jete a vdekje. Kjo është e pamundur, më vjen shumë keq. Ne kemi humbur kompaninë. O Zoti im i madh, ti mua më ndihmo. Amaneti po shkon. E kuptoj se është urgjente të gjesh një kujdestar për zotrin Nizamin, por nuk është e lehtë të menaxhosh një kompani të tillë. A keni përvojë? Sigurisht. Të gjithë keni dëgjuar për klinikën Pollat. Pronari i klinikës Dr. Feza Pollat është vëllai im, jam asistenti kryetarit të bordit drejtues të kompanisë. Kjo është shumë mirë pra, por si që dim të gjithë shumë vite më vonë u shfaq vajza e zotrin Nizam Lara Ejupoglu. Nuk do të ketë asnjë problem. Lara ishte gjithashtu me të hatin gjatë aksidentit. Nuk mund të jetë në krye të detyrës, sepse ka një dëmtim në tru. Avokat. Kush është për që Kara Pollat të bëhet kujdestar i Nizam Ejupoglut duke pranuar të gjithë fuqinë që i takon Nizam Ejupoglut? Hajde tani të na shkojmë barë. Suat, duhet të bësh buj në rrjetet sociale dhe në lajme, me patjetër. Çfarë skandali? Do ta tregojmë, shkojmë. O, dreqe pa mundur. Çfarë ndodhi? Vëlla, shikoj këtë lajm, të lutem.
Skandal familjar në kompaninë Eupoglu. Vajza e Nizam Eupoglu, drejtori i kompanisë Eupoglu, e cila u ribashkua me babain e saj pas 23 vitesh, ajo donte të martojë me djalin e Sirin Tunalit. Shërbëtorja që rëmbeu vajzën, pavarësisht kundërshtimeve të babait të saj. Gjatë dasmës rezultoi se babai i dhëndrit, i cili ishte polic, ishte trafikant i fëmijëve me Novkën Çatall, të cilit i është shitur Lara Eupoglu. Dhëndri policie braktisi nuse në tavolinën e dasmës. Disa orë pas dasmës, Lara Eupoglu pësoi një aksident së bashku me babain dhe hallën e saj. Babai është në koma dhe ende lufton për jetën. Lara Eupoglu po vuan nga trauma në trumë. Nusja e familjes Nazmie Eupoglu dhe Huma Eupoglu, trashëgimtare e re që duhet të martohet me vëllain e Feza Polat. Cili dreqe bëri këtë lem? Më falë, prokurore, më vjen shumë keq. Unë duhet të shkoj në departament të krimeve Prokurore, kompjuterike. kam një mik nga krimi kompjuterik. Nëse do që ta telefonoj, do të shkoj në departament dhe do të takojmë atje. Do të flasim. Vëlla rriti. Barbar, do të marrë pak ujë dhe do të vinë, rregull? Ti më lëndove. Më lëndove mua. Ti më lëndove. Më lëndove mua. Ti më lëndove. Ti më lëndove mua. Më lëndove mua. Më lëndove mua. Ti më lëndove. Ti më lëndove mua. Më lëndove mua. Po e hesht ndërgjegjën tënde? Unë... A je mirë ti? Që ta një e tutje? Nuk është puna jote? Që ta dish ti nëse jam mirë ose jo, komisar? Nëse ke ardhur për të kërkuar falje,
Nuk do ta fal kur ty asnjëherë. S'kam ardhur për këtë. Nuk po të them të më falësh. Gylajshe, nuk dua të më falësh. Më mjafton të di që je e mirë. Nuk mund të martohem me ty. Çfarë do të thuash, nuk mund të martohem? Mua nuk më intereson babai yt barbar. Do me thonë ti nuk do që unë të falë ty. Me të vërtet. E vërtet? Rëndësi ka të jesh mirë. S'ka problem. Atëherë, edhe unë jam shumë mirë, Barbaros Tunallë.